Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, salawati me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Këto ditë jemi duke u përballë me temperaturat larta. Padyshim që edhe ne duhet të japim rekomandimet tona që jemi të kujdesshëm, pra të shmangemi daljes gjatë ditës, sidomos ata që janë në moshë. Këtë po e them nga përgjegjësia e rujtjes së shëndetit që kemi, sepse ju e dini të ndershëm vëllezër që me prioritet në fenë tonë është rujtja e shëndetit. Një prej objektivave, synimeve që kanë ardhur legjislacioni islam është rujtja e shëndetit. Prandaj nuk kisha plan me bë këtë temë, po janë gjëra të cilat rrjedhin natyrshëm nganjëherë, padyshim se me kader Zotit me caktim të Allahut, po ne duhet të jemi vigjilent. Shpeshherë ne si praktikues dimë ka ndoshta të rebelun dikush prej neve, thotë po unë i pështet nga Zoti edhe e vazhdoj punën tëmë. Ti pështetë Zotit edhe bën punën tonë, po rezultati nuk deli mirë. Se tani del në kundërshtim me thirrjet hyjnore. Allahu xhalla xhelalu thot fes'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që janë kompetent për gjërat që ju nuk i dini. E me që institucionet gjëqëse në vendin tonë kanë dalë me deklaratë që madje punëtorët të shmangën punëve jashtë nga ora 11 e tutje, por edhe ne duhet jemi të kujdesshëm. Këtu dikush e shton një pyetje, thotë po namazit hoç çka më bë? Ai që është i moshun, edhe ka probleme falet në shtëpi, thjesht, pa komplekse, pa u kompleksu hiç, falet në shtëpi dhe thjesht. Se shumë kemi hadithe që flasin tani për këtë aspekt. Shumë ka. Domethënë llogaritni kur ka marrë nxehtë i madh pejgamberi alayhis salam, ju ka thonë shtynë drekën, deri sot zbutet pak temperatura. Pra ka argumente hyjnore për këto, ka porosi të pejgamberit alayhis salam. Edhe për nxehtë madh, edhe për ftoftë madh, edhe për tëreshura. Për secilin prej këtyre kanë argumente veç e veç. Madje fukahat, juristit musliman e kanë sjellë tani një lloj rregulli kur ka tëreshura të shumta shi, të vazhdueshëm ose dy bor kur vjen. Ka thonë fukahat, idha btuliyat an-ni'alu fa as-salatu 'ala ar-rihal. Kur të mushen këpucët me ujë, faluni në shtëpi ose faluni në mjetet e udhëtimit juve. Pra, kjo është rregulli që kanë cek fukahat, juristët musliman, por ndryshe i bie që kur ka ndryshime të mëdha të atmosferike, do thotë namazi bëhet në shtëpi. Pra, këtu janë shumë ka argumente që flasin për këtë çështje, por na duhet të jemi të disiplinuar të ndershëm vëllezër në raport me interesat e përgjithshme. Pra, ajo që po duam me përcjell si mesazh për me përmbyll si mesazh është që rujtja e shëndetit është me prioritet. Rujtja e shëndetit është me prioritet, prandaj duhet jemi të kujdesshëm, pra, edhe në punën tonë, edhe në daljen, sidomos pra, edhe ata që janë të moshun, po edhe ata që janë të moshës së re, fëmijët, pra të ruhen nga pra në këtë kohë, po themi prej orës 10 ose 11 deri në ora 5-6 mbrëmje derisa të vinë temperaturat, pastaj në bazë të gjendjes edhe veprojnë. Ne jemi duke trajtuar një temë që një kohë edhe po vazhdojmë edhe me tutje, jemi duke i komentuar citatet e fundit në suratul Furqan, e që kemi të bëjmë me cilësitë e robërve të mirë të Allahu xhalla xhelalu. Pra, kështu Allahu xhalla xhelalu derisa i ka trajtuar si të veçantë këta rob, atëherë ne po mundohemi që të bëjmë përkujtime për të pa na se qëllimi jonë është na me marrë mësim vëllezër, me u eduku pranë këtyre këshillave hyjnore. Në një farforme në fillim krejt, kur kemi fillu këtë seri të ligjëratave, kemi thonë, këto citate janë sikurse çështja e peshorës, e vagës, me qitë vetin këtu, me po na ku jem me
këto mësime ose ku jemi me këto këshilla hynore. Në javën e kaluar kemi filluar me komentuar citatin 72, veç sa kemi filluar dhe kemi ndërprer dhe do të vazhdojmë sot edhe me një pjesë të këtij citati dhe pastaj me citate tjera për atë sa na premton koha me lenin Allah. Allahu xhelle xhelalu citatin 72 na flet për robët e Allahut, për pejësisive të tyre është se ata e ruajnë gjuhën e tyre, pra nuk gënjejnë, nuk shpifin, nuk bartin fjalë për qarë se madhimi për qarë njerës, nuk dëshmojnë rrejshëm e të ngjashëm, këtë hynë këtë citat kuranor, Allah o thëtë, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Dhe prej robët mirë të Allahu xhelle xhelalu janë ata të cilët nuk dëshmojnë duke gënjur, pra që i bie se kur të lypet dëshmia e tyre e thonë ato që është pavarësisht personit, ata përgjigjen ashtu siç është. Dhe kur kalojnë pranë të keqes, kalojnë duke u shmangur me dinitet. Pra, kur të kalojnë pranë një vepre të keqe, pranë një objekti jo të mirë, pranë një vepre të ligë, pra kalojnë dinitet shumë duke e urrejt atë vepër, që e bojnë të tjerë që nuk është e mirë, pra jo vetëm që nuk bëhen pjesë e saj, por edhe e urrejnë dhe mendojnë se si ta e përmirësojnë atë gjendje të asaj vepre që njerëzit ju kanë qasë. Pra kemi folë për këtë citat në javën e kaluar, për ata që duan pra mund t'i kthehen në rrjetet sociale. Praktikisht, kuptimi i citatit, që dua t'i përmend disa që i kanë përmend dietarët islam, thonë dietarët islam, ky citat në mënyrë të drejtë për drejtë ju drejtohet besimtarëve që t'jenë të kujdesshëm, të vëmendshëm, mos të gënjejnë qëllimisht. Pra, sidomos të çështja e dëshmisë, ku lypet dëshmia, sepse shpeshherë kur lypen dëshmitar ose dëshmia, mvaret jeta një personi tjetër nga dëshmia jote për shembull. Ligjërisht kërkohesh me dëshmu për një diçka, e personi kur nuk është i sigurt nuk bën me dëshmu ato që nuk e din mirë, sepse mvaret pra rrjedha jetës së një personi tjetër nga dëshmia jote. Ai që është i sinqert, pra nuk e shikon personin, pra mund të ketë armiqësi me ta, mund të ketë raporte jo të mira me ta, po nuk lejohet shkaku i raporteve jo të mira personi me dhënë dëshmi të rrejshme, sepse është pra prej gjunaheve të mëdha. Pra, përveç që nuk gënjejnë dëshmi edhe nuk dëshmojnë pra rrejshëm. Lidhur me këtë, po e cek edhe një hadith pejgamberit alajhi që është i njohur, mirë po kemi nevojë këtu t'ja bashkangjitem këtij citati, t'ja bashkangjisim këtij citati kuranor, hadithin e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, ku pejgamberi alajhi ka thënë: "Ela unabbiukum bi akbaril kabair." A doni që t'ju rrëfej për mëkatet më të mëdha? Ju ka drejtuar kështu opinionit pejgamberit, shokëve të tij. A doni që ju njoftoj për mëkatet më të mëdha? Sahabët zakonisht, shokët e tij, zakonisht çet përgjigje kanë dhënë. Kanë thënë: "Bela ja Rasulullah, po gjithsesi e dërguani i Zotit, na shumë kemi nevojë." Pra, shikoni interesimin e shokëve të pejgamberit për të mësuar, për të vetëdijsuar, për të përmirësuar kështu me radhë. Edhe ka filluar me i përmend pejgamberit i përmend 3 këto nga mëkatet e mëdha. Të parën që e radhit, po besoj që sikur t'ju kisha pyet unë, ju e dini të gjithë. Ku kemi thënë për mëkatet e mëdha, gjunahet, kush ju prin gjunaheve? Kemi thënë gjunaheve edhe në Kur'an, edhe në Sunet ju prin shirku, paganizmi. Për atë arsye të parën e ka përmend el-ishraku billah. Paganizmi, shirku. Pra gjunahi më i madh. Kemi folur për këtë, duhet me fol vazhdimisht për këtë, ju inkurajoj me lexu shumë. Pastaj ka thënë gjunahi i dytë, wa uququl walidain. Mos jell keq me prindë. Mi keq trajtu prindët. Gjunahi i dytë. Se çështoj ka radhit Allah edhe në Kur'an, çështoj ka radhit Allah këtë gjunahe edhe në Kur'an kur ka folur për mëkatet e mëdha. Pasi që ka përmend gjunahin mëkatin e dytë, transmetuesi thotë ka qenë mbështet pejgamberi alayhis salam, ka qenë sikur në krah mbështet.
kur e ka fol që gjinohen e dytë u drejtu, fe kane gjalisen, fe teke, edhe do thët është drejtu dhe ka thonë, ela wa qawlu zur, gjinohen e treta shpe përmen, po ullet, ato dy gjinohet tjera i përmen i pak si mbështet, tani u ull, edhe tha, gënjeshtra, ela wa shahadet u zur, dëshmia e rrejshme. Transmetuesi po thët, po vazhdon me përmen hisponalet për nga meresëm, prej gjinohat mëdhaja, gënjeshtra dhe dëshmia e rrejshme. Hisponalet të e përmen, sa që na po themi, po thët kjo transmetuesi, si kur të kishte hesht. Po hisponalet për nga meresëm të e përmen këtë funit, që i bie se, aq dëm të madhë bën, aq gjinah i madhë është, se kjo gjinah i tretë të vëllezër, ka të bëjnë në raport me njeriun, raportet ndërnjerëzore, që thot populli thjesht e merr në qafë dikon, duke gënyu, se gënjeshta rrana pse u bë haram vëllazni, sepse personi e thot kundërtën e realitetit, e dëshmia e rrejshme ja rrezikon jetën dikujt. Tham sepse si rezultati i dëshmisë dikush dënohet, si rezultati i dëshmisë të rrejshme dikush pra penalizohet e kështu me radhë. Pra nga shprehja, nga forma që e ka formulu pejgamberi e sëm, këtë thënie kuptojmë që vërtet kemi bërën pra me 3 mëkate të mëdha që kanë ardhur në këtë hadith. Po du me cej këto një hadith, njëkohësisht mja bashkangjit kësaj teme ose kësaj bisede, është një hadith i Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu, ku ka thonë, kefa bil mer'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Mjafton që njeriu të quhet rënavec, rënacak, të flet çka të nin. Çka të ndëgjon ai flet. Pejgamberi sa çdo person e ka thujt rënacak. Gënjeshtar. Po në thot kur gjës po shtoj, e nita po të kallzoj ty. Çiton e ka thujt pejgamberi sa gënjeshtar. Cila është edukata që na duhet me marrë këtu? Edukata është jo çdo sen që e nin dush me transmetu. Jo çdo sen që ndëgjon duhet m'ia thon dikujt. Gjërat e këqija nuk bëni për cilë, vëllezër. Gjërat e këqija ose tmetat e njerëzve shkon me nejt dikun, shkon me nejt për shembull, visi shembull po e citi. Shkon me nejt dikun te një mik, te një vëlla musliman, te një kojshi i afër, edhe normal që sheh gjëra që nuk janë ashtu në rregull. Jo çdo sen që e sheh aty duhet m'ia treguar anëtarët familjes ose të tjerëve. Ose sheh diçka në rrugë ose te një person. Që të person e ka thujt pejgamberi sa gënjeshtar. E fatkeqësisht që ta e gjejmë shumë evident shoqërinë tonë. Vazhdimisht e pasht të bën kështu, e pasht e nita të thon kështu. Ai tha kështu. Pra nuk bën vëllezër sepse pastaj bartmi gjëra të paqena, e as më shumë, as po shtoj asgjë, as po paksoj asgjë, po mundohen veç me përmbajt çështje këshille profetike. Mjafton të quhet një njeri, të llogaritet një njeri te Allahu gënjeshtar vetëm se flet çka të ndëgjon. Çka të ndëgjon ai flet, nuk rruna i kurrë. Prandaj duhet me pas kujdes. Nga robët e mirë të Allahu xhelle xhelaluhu janë ata që i pranojnë këshillat. Kur këshillohen, i pranojnë këshillat, po ashtu edhe e përulin veten e tyre para Allahut xhelle xhelaluhu. Kështu Allahu na flet në citatin 73, suratul Furqan. Pra të ndershëm vëllezër, nëse duam të radhitemi në radhën e robëve të mirë të Allahut, kur të këshillon dikush, mos të kap krenaria e gjinahit me usku që unë e di ma mirë se ti që sa ja ke nisë mu falë që e dimna. Shpesher, për shembull të sheh dikush të bën një gabim, një gaf, edhe të thotë normal që duhet me pas kujdes. Kur e këshillojmë dikon me qetësi, me maturi, pa e ofendu, pa e ngrit tonin, me qetësi e sheh, po edhe ju në publik me këshillu dikon, po e gjejmë formën me këshillu kur e shohim që po bën ai gjunah të madh, me gabim të madh, e tash ai personi tjetër shpesh herë e kapa e krenaria e gjunahit, edhe krenaria e nefsit, kush je ti mund këshillua, pse ti mund nuk është kjo cilësi e mirë e muslimanit. Qoftë ne si haxhallar që e këshillojmë dikon, apo edhe xhamatin mes veti, sepse dikush
kur të këshillon ta dën të mirën. Omeri radiallahu anhu e ka thonë një fjalë të mirë, një fjalë të artë që më kujtu tani me thonë, ka thonë Allahu e mëshirof një njeri që mi përmison të metat e mia. Omeri radiallahu anhu, kush u kon Omeri radiallahu anhu? Omeri radiallahu anhu, kalifati i dytë, udhëheqësi i dytë i muslimanëve. Ai nuk ka ardhur vetë se ka pas emrin Omer edhe u bë kalifat. Po ka pas vlera. U ka njëri prej të përgëzuarve me xhenet. Ka zbrit ajetet Kuranit për vlerat e Omerit radiallahu anhu. Ka fol shumë pejgamberi alayhis salam për Omerin radiallahu anhu, e Omeri po thot, Allahu baft rahmet në një njeri. Allahu e mëshirov një njeri që mi dhuron të metat e mia, mi përmison të metat e mia. Thot që kjo nuk është në rregull. Edhe ju e dini vëllezër që Omeri radiallahu anhu ka qenë, vërtet ka qenë i ashpër, po jo i ashpër në egon e tij, ka qenë i ashpër ku on pyetje drejtësia. Ka qenë i njohur me drejtësi për atë arsye shujt Omeri radiallahu anhu, Omer el Faruq, Omeri që e don drejtën për shtrëngës. Amo këshillën e ka pranuar. Unë po i ceki dy raste me që s'është tema janë për Omeri radiallahu anhu, po me që e përmena emrin e tij. Ka ditë Omeri radiallahu anhu me marrë mësim për fëmijëve, edhe për njerëzve të dobët. Njëherë ka qenë duke kalu Omeri radiallahu anhu rreth disa fëmijëve duke lujt. Edhe shumica fëmijëve kanë ikë, ka thënë ikni se Omeri, qysh është kjo një orë, ikni se filoni, po vjen edhe kanë ikë fëmija, njëni prej fëmijëve u nalë. S'ka lëvizaj. Edhe i ka po për shtypja Omeri. Ka thonë e ti, çka u nalë ti? Ka thonë, po në s'kum bo kur gjëmë, pëse me ikë? E kjo tani ja ka dhonë një ders Omeri. Ja ka dhonë një ders të fort, Omeri ka fillu me këshillu vetë vetën. Që me kuptu, do thotë se tek njerëzit du të munarë si pas gjendjes ti. Është rastja se i gruës, kur ka ligjeru një herë Omeri në hytëve, Allah që të kënaqur me te, po ligjeron me ul meherin, dhuratën e martesës. Edhe unë ngrit një grue, ka thonë s'është ashtu. Edhe e kanë dëgju Omeri me andi, ka thonë ti ja ke qëllu, unë nuk më ka bërë. Hiç se ka pas problem këtë punë. Hiç se ka pas problem. Unë jam i pari venit, unë e di me ta bëj kështu, unë ta bëj kjo. Këto nuk kanë ardhur në shprehje të burrat e mëdhaj. Për atë arsye vëllezër, e kjo këshill shkon për krejt ata që po na ndëgjojnë, ju ta qenë në xhami. Për atë arsye ata kanë mbetur në histori. Edhe për atë arsye shumë prej njerëzve historia e tyre mshilet me vdekjen e tyre. Qoftë që kanë qenë me karrierë të mëdhajm, sa i kanë gjallë me karrierë, si të vdesin, palohet bashkë me ta dhe biografia e tyre. Pra vëllezër, jeta do të jetë shërbim të interesave të njerëzve. Pra do të jemi pozitiv ose që shërbim njerëzve për të mirë. Prandaj pra e fillova këtë komentimin e citatit 73 me këtë hyrje ku Allah po thotë وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمًّا وَعُمْيَانًا. Dhe ata pra për rrëve të mirë të Allahut janë që kur të këshillohen me fjalët e Allahut nuk bëhen se janë të verbër edhe të short. Për rrëve të mirë të Allahut, Allahu po thotë janë edhe ata që kur të këshillohen me këshillat e Allahut nuk bëhen, nuk shtiren se nuk po ndëgjojnë edhe nuk po shohin. Po i hapin vesht edhe syt se Allahu po flet. Thjesht se minutazha po na shkon, po du me përmbyll si këshill përgjithshme. Ti flasim vetvetes kur një person e mon një ligjërat, një hoxh, një shkencëtar, po e zam, po vije një personalitet i njohur në vendin tonë, po vjen për një shteti tjetër, shkencëtar, pa marrë parasysh çfarë. Shpesh herë vërim që njerëz janë në gjendje atë ditë, domethënë janë gjendje mi aneksu, mi ndërprej këtë aktivitetet me shumë e ndëgju çka po flet filani. Në rregull, na përfitojmë për njerëzve.
Allahu po flet. E Allahu po thot për veti, "Wa man asdaqu min Allahi qila." E kush më i sinqert se Allahu? E kush më i dijshëm se Allahu? E kush më i madh se Allahu? Askush. Atëherë po derisa Allahu flet kështu, na duhet po të jemi mos mushtir se s'punim. Sa herë për shembull përsëriten hitat këshilla, pi hoxhallarëve të tjerë, edhe vazhdon personi për shembull me, po themi, me egon e tij. Unë kërkoj shumë ndjes, po duhet mi thonë disa gjëra vëllezër, se na dolmi tani keq, nëse na veç përcjellni mesazhe edhe nuk jemi të punës, atëherë bie që na veç i përsërisim gjërat. Hoxhat ka thonë kur të vish në xhami, hajde herët, por bëne me prioritet sot në xhumë. Po ke pas punë, s'ke mujt me ardh herët, në rregull. Po ti me kerra, po don me hin xhami? Me kerr, me vetura, po ki qef me hin xhami? Ka do, që ka me mujt me ashel dyrë të xhamis, në xhami në korridor i shimi tonë. Pse kështu? Sa herë kemi folë, o vëlla, mos e le kerrin ku të nalesh, se ka njerëz me urgjencë. Unë e thëtë e la ku të du, edhe këse kemi. Unë a përcilën i dhe fjallë. Unë e kam drejt është me marë fjallën, që mësë me thonë dikush hoqë, po t'i tha ma heret, jo çdo sa në që flitet, mësë me folë. Jo, se këtë e në qështje vendimarëse. Ke ardhë me vones, rrita është të dera, mësë qërë me dalë ti në saftë parë, me dalë në qësh. Ti e ardhë me vones, rrë me vones. Ke ardhë i funit kerin, mësë e lenë në rrugë, ku e pengon dikon. Llogarit dikush është me urgjencë, ka nevojë me falë xhuman edhe me dalë. Ose një fshini jonë, ai ka punë të vetë, ai zgje hiç në shtanë xhuman, ka me kry një punë, do të më na prit neve gjysore derisa na të falmi. A në rregull çikja? Nuk ka në rregull. Sa herë ta ka thonë hoxha e ty qita, valla një 20 herë po, mas fati. E po në çështë e kam hoxhën e çështë e pa atëherë pra ki të bën krejtësia jeti. Allahu po thot, pe rrëve të mirë të Allahut janë ata që kur të kalojnë para këshillave hynore, nuk shtiren se nuk ponin edhe nuk pra sikur se janë e short me mec. Të ndershëm vëllezër, ka shumë mësime që nxjerrin nga këto citate të tjera që pasojnë, do të vazhdojmë me këtë këshilla me tutje. Zoti shpërblet për momentin. Alhamdulillah rabbil alamin.